Ky debat mendoj se është për qytetarët, për të bërë përpjekje para së gjithësh të zbardhim faktet dhe ngjarjet, argumentet se çka ka ndodhur dhe çka është duke ndodhur në Maqedoni. Për shkak se këtu nuk ka nevojë të drejtohemi deputetëve, thojza se për ta mbajtur titullin deputet para së gjithësh duhet jepet llogari përgjegjësi para votuesit, e këtu kurs është pa ky pozicion ose ky rol i deputetit, po flas për deputetët shqiptar, quajtur shqiptar, dilemën e kena se a janë shqiptar, as janë shqiptar, për shkak të ngjarjeve, për shkak se jena viti 2015, mos harrojmë viti 2015. Kolega Bekimi solli fakte dhe argumente dhe nuk foli as një pikë dhe as një presje, as një fjalë jashtë fakte dhe argumente për këto 15 vite. Ne jena mësu këtu të shohim zyrtarët edhe qeveritarë edhe parlament na sjellin një frymë demagogjike, na sjellin një retorik të kot bosh sa për të thënë se diskutoi edhe një zyrtar i BDI-s apo një përfaqësues i popullit nga radhët e BDI-s, vetëm sa për ta parë elektorati apo për ta parë shqiptarë se janë gjallë dikun dhe bojnë përpjekje diçka. Ky dokument që kena këtu pranë është vetëm një pamflet, është një asgjë, është gati kur gjë s'ka këtu. Vërtet e kam fjalën, s'ka kur gjë vërtet. Megjithëse mund nxjerrën shumë sende prej këtij dokumenti se sa është malverzimi, sa është manipulimi, se sa është trembu dhe është godit marrëveshja e Ohrit. Se sa s'ka asgjë për shqiptarët për këto vite, për 15 vite, për vitit 2001 e këndej. Që në start këtu manipulohet, që në start nuk sillet argumenti vërtet. Hyrje, përmendet i ndjeri Abdulrahman Haliti, i cili thua se ka qenë lideri i PPD-s, dihet se kur ka qenë lideri i PPD-s, kur është ndryshuar kushtetuta, ka qenë lider Nevzat Haliti, ja Abdulrahman Haliti. Edhe të nderuar gazetar, ju që i keni përcjell, natyrisht edhe këta kanë përcjell, por këta dëshirojnë të shtrëmojnë faktet. A keni ndëgjuar ndonjëherë Abdulrahman Halitin thoje se burim krize në Maqedoni është kushtetuta e vendit, kushtetuta e sjellë vitin 1991. Me mandat deputeti dhe me mandat moralit tim personal, e them se kur se ka bërë a deklarat. Ka bërë qëra deklarat. Është vërtet. Ka qenë në parlament me grupin parlamentar të PPD-s, nuk kanë votuar, po kanë shkuja e kanë uruar kryetarit atëhershëm të Grigorov. Ka bërë deklarat. Mos flasim për njerëz të cilët edhe nuk jetojnë. Po. Jetojnë vepra të kushtetuta e vitit 1991 që ju thirreni në këtë dokument. Për hir vërtetës duhet thonë se Abdulrahman Haliti ka thënë edhe një deklarat madhe që as dashtu të thuhet. Nuk ka as dasht lufta e 2001-shit që në skenën politike të instalohet BDI-a, pa as dasht grumbullohen janë 100-200 nënshkrimë dhe themelohet një parti e re politike. Edhe do t'i shkry misioni i Aliamentit dhe mos them njerëzve po bandas rreth tij. Do të mbaroj kjo ajo etapë kohore e vuajtjeve shqiptarëve me atë thënie të Abdulrahman Halitit. Dihet se kush i ka nominu pozicionet e shqiptarëve në Maqedoni, se kush e ka cilësuar kushtetutën e vitit 1991 si burim krize. Është remoni faktet, si që është komplet ki dokument, pamflet, manipulimi. Marrëveshja e Ohrit duhet dihet se çka përmban, duhet dihet se ka pas edhe afat kohor. Ajo marrëveshja e Ohrit është dashur përmbyllet vitin 2004, jena vitit 2015. Prej asaj marrëveshje e Ohrit janë nxjerrur gjitha ligjet, s'ka ligj tjetër, është shterruar. Për atë arsye ne si subjekt politik kemi deklaruar shumë herët, mbarim vitit 2003,
do thotë vitin 2004, kur e kemi pa se ka po merr anë dhe ku po shkon qeveria, BDI-a që kish marrë përsi për ta implementojë marrëveshjen e Ohrit, kish me thënë se marrëveshja e Ohrit është e vdekur, është material i harxhuar, për shkak se në atë mandat me socialdemokratë e pam se çfarë ligje nxorret prej marrëveshjes së Ohrit. Filluat me ligjin për dokumentet personale, ku realisht në mënyrë fakultative e realizuat gjuhën dhe shkrimin e shqiptarëve aty, në atë ligj, bat ligjet më të rëndësishme fundamentale, ligjin për decentralizim dhe ligjin për ndarje territoriale, ku ju i goditët këto postulate kryesore të marrëveshjes së Ohrit. Dhe natyrisht se lirisht mund sjellshim përfundim se marrëveshja e Ohrit kishte marrë fund, ishte e vdekur. Mos flasim për sigurinë e qytetarëve në atë kohë, 2002-2006. Vend që shqiptarët filloshin të shihshin një tjetër qeveri, një tjetër shtet, një tjetër filozofi veprimi në shtet, situatat agravune dhe ma keq, shumë ma keq. S'du ta përmendi qeverisje 98, 2000-2001, du ta apostrofoj prej krejt ngjarjeve tjera që ka ndodhur në pluralizëm, për shkak se ato vite Maqedonisë i ka ardhur era shtet shqiptar, ku shqiptarët kanë qenë dinjitos dhe s'janë prek në asnjë formë. Ka ekzistuar siguri maksimale, hapje dyerve të mëdha në institucione për drejtat e shqiptarëve. Po flas prej 90-s deri në 98-ën, e keqja e shqiptarëve ishte shumë prezente, edhe në ligjet dhe në kushtetutë, po u bake me marifet, u bake me mbulesë të madhe. Kishmi raste dhe të rënda, po karshi rasteve prej vitit 2001, gati janë hajgare, pralla janë. Kishtë shembull rasti Bitpazarit, apo Ladorishtës, apo i Gostivarit, 3 viktima, po kur e sjell situatën këndej, del për një me hajgare, ndaj sfidave, ndaj problemeve që i pam pas vitit 2001. E si mund quhet ky formacion luftar të lirisë, i cili ja ban jetën zezë shqiptarëve këtu. Në vend vlerave, në vend të lirisë të vërtet, në vend proceseve demokratike dhe të ndjehet dora e pushtetit dhe shtetit për qytetarët shqiptar, ne shohim diçka tjetër këtu, për këto 15 vite. Këtu punët mo nuk banë me marifet. Dhuna është të i dukshme dhe nuk ka turp. Banditit të instalohet skenën politike, kriminalit bëhet ministër, sepse kemi raste. Kriminali ministër kapet kafene në barë të natës, vend që t'japet dorëheqje me automatizëm, sepse kapet, populli thot me pel për dorë, aty kapet me materiale që zguzon një qytetar e leje mo ministër që është i dalën prej një kuvendi për zgjedhur prej parlamenti këtu, a i merë drejtën akuzon, bile pa ditë deputet. A i vlerësohet prej partisë ti, avancohet edhe mbrohet. Kemi plotësisht drejt, jo për të etiketu, jashtë logjikës, jashtë tendencës tonë, edhe njerëzore, edhe morale, për të etiketu njerëz. As një knaqësi, as një luks, as një privilegj, se besoj ta kem edhe unë, po edhe çdo qytetar i ndershëm edhe çdo shqiptar të etiketoj njerëz. E njerëz që janë prirë për t'i bërë punë mbrapsht, për të vunë shërbim të keqës, natyrisht se si bëhet vonë edhe etiketimi, edhe bartosja, edhe ndjekja, edhe burgosja dhe vrasja. Unë po filloj me ty dokumenti që duke e shfletu, duke e lexu, sa pa ta kohë për shkak se dihet të botnisë se në parlament nuk
respektohet asnjë rregull, asnjë ligj, as parlament, as në rrugë, as institucione tjera shtetënore, për shkak se rregulloria e jep që 4 ditë përpara të na vinë dokumentacionit për qenë të informuar, për qenë përgatitur deputet rreth një seance, ne djej kena marr materialet. Po nuk prish punë edhe ajo. Shqyqir që u mor vendim për të pa këto dhe për bisedu, jo për që a thonë juve, s'na ka met djej, absolutisht nuk e ndjej asnjë. Është thjesht për opinionin e gjerë. Është shumë me rëndësi të qytetarët të rrethana që ta ndëgjojnë mendimin, jo ndryshe, po mendimin e vërtetë se çka është duke ndodhur këtu. Është mirë për gazetarinë e paguar e cila thotë se në parlament heshtet, se në parlament deputetët shqiptarë nuk flasin dhe nuk kanë guxim të drejtohen maqedonasëve për diskriminimin që ja bën shqiptarëve, po i shtrojmë pyetje ministrave shqiptarë dhe zavensk kryeministës. Është e vërtet këtu në parlament deputetët shqiptarë, deputetët e Partisë Demokratike Shqiptare, asnjëherë nuk kanë bërë dallimin mes ministrave. Kemi pasi ministra këtij vendi. Po është krejt logjike dhe krejt normale të drejtohemi dhe të shtrojmë pyetje ma tepër dhe ma shumë përfaqësuesve shqiptarë. Për shkak se shqiptarët nuk i votojnë partitë maqedone, 99% shqiptarëve votojnë për BDI-n fatkeqësisht dhe për PDSH-n. Edhe çfarë pyetje duhet i bëjmë na? Realisht, do thotë kur shtrohet dilema, a duhet bëhet? Megjithëse i kena bën shumë herë, pa pritesë, pa dallim. Nëse a dash duhet thuhet e vërteta, kena thënë vërtetën. Po jo, gazetaria e paguar e ka për obligim për mi shtrembu faktet. Për me thonë se në parlament nuk thuhet e vërteta. Për me thonë se deputetët shqiptarë, vërtet shqiptarë, heshtin para diskriminimit, para brutalitetit qeverisë që banë. Së është e vërtet, ju e dini gazetarët e mirë fillën, se e dini shumë mirë. Asnjëherë s'kena heshtë, asnjëherë, asnjë moment. Kena për borxhe, kena për obligim i sjell fakte dhe dëshmi sukur sot që po bëjmë përpjekje me sjell. Fatkeqësia është se ky aparat shtetëror, kjo dorë e shtetit, paguan, shumë paguan, që të bëjë relativizimin. Fitoria e njerëzve të inkriminum në krim, korrupsion, devalvimin dhe robnin e shqiptarëve në këtë shtet, është në relativizimin kur barazohet e keqja me të mirën, kur barazohet i drejti me atë që dhunon, kur barazohet moralja me amoralën, natyrisht se këta që janë qeveri, janë fitimtar, natyrisht se e kanë aparatin në dorë aty për dalë fitimtar në opinion, se kanë mediumet kontrollume gati totalisht, e kanë pushtetin, kanë institucionet, dhe ja dalin për thonë se nuk foli deputeti shqiptar, nuk shtroj pyetje deputeti shqiptar. S'pat guxim deputeti shqiptar të shtrojë kryeministrit pyetje. Kush është kryeministri? Që mos i shtrojë pyetje. Çka paraqet kryeministri për një deputet? A bashkja merr menja që s'kena guxim të shtrojmë pyetje kryeministrit? Ja, ata e din mirë se jo kryeministrit. Pa edhe një super njeri me potencial të jashtëzakonshëm të fuqishëm, deputetët e Partisë Demokratike Shqiptare do të shtronin pyetje. Nuk është problema ajo. Është problemi të shtrëmbimi, të manipulimi i fakteve që vazhdimisht bëhet para qytetarëve për ta relativizuar situatën dhe për dalë nga dhënimtar e keqja mbi të mirën. E kjo bëhet me mjeshtri. Këtë nuk mund ta bëjmë ne. Janë shumë të përgatitur, sepse vjen një deputet i BDI-s e demanton tërësisht liderin e vet. Ai thotë gjuha shqipe s'është zyrtare këtu. Ali Ahmeti e ka thonë me 10 herë gjuha shqipe
është zyrtare edhe krenohet me atë pozicion. Këtu thuhet se është bërë shkelje e rëndë prej deputetëve të BDI-s, ndonjëherë, jo shumë herë, për ta devalvuar dhe për ta relativizuar çështjen. Simbolet Maqedoni janë etnike, nuk është deetnizimi. Simboli kombëtar shqiptar, flamuri, valvitet në gjitha viset shqiptare. Aliamenti thotë, ndërsa deputetët shqiptarë të BDI-s thonë se jo, s'është e vërtetë. Tani pa të mlasin të ndërgjojmë që e demantoj Aliamenti. Ne kemi këndej ligj për flamurin, për hir të vërtetës, me zell të madh mbrojt nga grupi parlamentar i atëhershëm të BDI-s, si arritje e madhe për shqiptarët Maqedoni. Ne si grup parlamentar them se po goditet simboli kryesor që i unifikuar shqiptarët. Se po zvoglohen dimenzionet e flamurit kombëtar. E kemi nenin këto, neni 8, ku thuhet flamuri i Republikës Maqedonisë vendoset me flamuj tjerë në pajtim me ligjin dhe është me dimenzion të madh për të një të tretën nga flamujt e tjerë. Ky është fakt, ky është argument, kjo nuk është gënjeshtër, ky është nen ligjor që duhet të respektohet. Ne kemi thonë atëherë se dimensioni i flamurit kështu do duket. Edhe sot e kësaj dite themi se flamuri kombëtar shqiptar nuk është ky. Nuk është ky. Për shkak se po ju prekën dimensionet që janë kategori kushtetuese, nuk është më vlerë, nuk është simbol kombëtar. Çka dush mund është i thuash tjetër, flamur kombëtar. Dhe këta e marrin për obligim dhe kanë guxim ta prekin flamurin kombëtar, edhe dalin thonë se kemi realizuar idealet edhe luftën për liri dhe drejtat shqiptarëve. Mos përmendi faktin, këtu mund përdoret, aty s'mund përdoret, duhet 50% komunat këtë popullat shqiptare që të përdoret, shembull, komuna e Kumanovës i ka 24%, aty zguzon përdoret flamuri kombëtar, komunë Likovës për shkak se është gati 100% komunë shqiptare, aty po mujka përdoret. Që aty them, ki flamur pi them edhe unë, që s'është flamur, po më rrinë në fshatin Llopat që është pjesë e Kumanovës, ti do të gjobitesh me dënim për shkak shkeljet ligjit, që është këtë korrekte sepse ligji parashë dënimin. Edhe Aliamenti thot, e kemi zyrtarizu, ndërsa këta e relativizojnë këto, kemi ende të bojmë, duhet deetnizojnë flamurit e shtetit, duhet sjellet ligj për përdorimin e flamurit, 15 vite. Edhe Gjani Arsjetim se ka brogu gjykata kushtetuese nene për këtë ligj. Është demagogji bre, vllazni. S'dihun e qish ndryshet ju them kësaj. Po jeni një pushteti. Ju jeni qeveria që 4-15 vite. Pse keni leju gjykata kushtetuese? Pse s'keni bërë reforma të thella pushtetin gjithësor për këto 4-15 vite? Për t'i parandalu. Po vini këtu pas 15 vite, na shitni mend edhe demagogjise gjykata kushtetuese dhe unë s'kam përgjegjësi. Jo, more, unë kam përgjegjësi. Unë jam deputet i qytetarëve shqiptar. Unë kam përgjegjësi 5-10% për ta mbajt frymën, për ta mbajt idenë për liri dhe demokracitë e shqiptarë, ndërsa ju përgjegjësinë e keni 90-95%. Sepse nuk i realizoni idealet, dëshirat, aspiratat e shqiptarë. S'keni drejt këtu të vini të manipuloni dhe ta devalvoni në esencë problemin. Këtu përmendet ligje për decentralizim që shkon vetvetiu me ligjin për financim lokal. Përmenden ligje tjera për një qeverisje decentralizume, ndërsa realiteti na flet këtë diçka tjetër në vetë qeverisjen lokale. Lista e kompetencave të ligjit për veçëverisje lokale, mbrojtja e ambientit qetësor dhe të natyrës, masa për mbrojtje të mjetisit qetësor dhe pengim nga ndonjë të ujit, ajrit, të rrullit. Po vazhdojmë andaj.
keni ministër të ambientit, është dash të jipin ingerencat pushtetit lokal. Për çfarë ndodh? Ajo ndodh janë gjithandej, po sidomos të to, që është janë alarmuar qytetarë të mbrenshëm, po dhe ndërkombëtar. Po ta ketë ingerencë komuna e Tetovës, nuk do ta ndërpritke punën e ju Kromit. Që është ndodh si më i madh në rajon, jo në atë vend. Pa ja, ju s'keni pa decentralizim. Sa është decentralizimi i vërtet? Zhvillimi lokal ekonomik, planifikimi ekonomik i vendbanimeve. Ku i lihet me këtë ligj për decentralizim dhe ligj për financim dhe qeverisjes? Nuk i lihet, se po t'jetë e vërtet, zonat e lira do të lulëzojshin edhe në vendbanimet edhe në komunat shqiptare. Ma përmeni një zonë të lirë, komunat shqiptare. Zona e lirë ekonomike në Tetovë, që sot qytetarët e kanë shumë qartë se çka kanë ndodhur me atë. Ne vjushmëri e thonim se aty ka momente shumë të mëdha korruptive. Prejte ndryshimi që ishte vend publik, vend i shtetit, që dashke shtetit ta bëjë punën aty që ju shndru publiko-privat, statusi vetëm zonë të lirë ekonomike në Maqedoni. Sot e ke Djerrin, zonë të lirë ekonomike, këndej i shohmi 10 zona të lira ekonomike, ndërtuara me fabrika dhe punojnë ati njerëz. Punojnë Maqedonas, jo shqiptar. E ke Bunargjik 1 dhe 2, i ke zonat Shtype, Strumice, gjithandej, a ka për këta vite një zonë të lirë. Edhe të vim tu të themi se marrëveshja e orit ka sjell decentralizimin e vërtet dhe qeverisjes lokale. Hamamere ka sjell, çfarë sjell me mëre? Ku ka sjell? Ka sjell diskriminim, ka sjell centralizim. Nuk ka shtet në Evropë ma centralizum se në Maqedoni. Asnjë shtet. Për atë është jeta e shqiptarëve skëtër. Për atë shqiptarë të ikin prej këtu, ikin. Ta Maqedon çdo herë në debat sipër thonë se edhe ne ikim edhe të ri. Ave ikin edhe këta. Po këta ikin më shumë për kërshëri, për ta pa botën. Pak janë ata njerëz fatkeq që s'u kanë realizu aspiratat. Ndërsa shqiptarët këtu po ju dha mundësia të hapen kufit për besas një gati nuk tjetë, a 1 a 2%. Do t'jesin ja 100 hajnat BDI, si që qësoj. Bekimi qërë do t'amonin rrugën jashtë vendit. Për shkak se nuk ka ambient për jetes. Kur siguria e qytetarit atakohet, kur për këto 15 vite jena mësu t'i shohim qytetarët shqiptarët të vriten pa ligj. Të vritet njeri unë burg, Ibrahim Sulejmani, që pritke me dalë nesër. Vritet Ridvan e Ziri në rrugë. Vritet Haruni me shok. Njeni prej figurave emblematike shqiptarëve të Maqedonisë. Bëhen 10 proceset montume politike. 2002-2006 i ke 10 ki vrasjet ma makabre që janë bë ata vite, që pak i din opinioni. E ke rastin e agimit me shok që u mbyll në burgje. E ke iniciativën ata vite për fillu enciklopedia famkeqë. Ke momente rënqethse shqiptarë që kanë kalu për këta vite këndej. 1980 forca policore për rastin e Monstrës, e mbani mend ka qenë deklarat publike e ministrës për punë mreshme, janë angazhu për një natë për t'i kap terrorist, radikalist, quajtur nga Ministresha dhe Zavensi, i BDI-s shqiptar, dhe paraprakisht i dënuan, që në fund dul si e vërtet e madhe që i dënuan me burg vërtet, si radikalist islamik, me burgjet përjetshme. Ke plot rast dhe qera me burgjet përjetshme. E ke vjetra herë kam përmen, bashkëvendasin tim, jo që unë jam i bindun, janë 4.000 banar të ati fshatit bindun se ai nuk është i pafajshëm. Është komplet komuna e Likovës që e din që janë rasti montu. Vazhdon të heshtet për Rexhail Qerimin dhe me shoh.
Kur themi se ka gjithësi selektive, po janë këta raste, po janë shumë raste tjera që e vërtetojnë gjithësin selektive. Ne me vete çdo herë i marrim edhe fotografi. Ja ky flamuri kombëtar shqiptar ku djegët këtu mes shkupit. E mbani mend? Ne i mbajmë mend. E kena për obligim mi majtë mend dhe me ja thanë qytetarëve, edhe shtetit, edhe qeverisë dhe BDI-s. Ashtë i denum ky kriminal këtu, që ka djegë? Nuk e dim se është i denum. S'kena ndëgju dhe s'kena pa. Nuk kena informat. E mbani mend në rastin e strugës aty qytetarit shqiptar, për sa u kap, dhe sa u denu dhe si u denu. Kjo është gjithësia selektive. E këto foto të regojnë shtetin demokratik, shtetin policor, kur polic maskuar kapin vajzat të reja dhe plaka, shqiptare nënat plaka, i nxjerrin zvarr prej shtëpive të tjera. Ky është momenti se në çfarë pozicioni janë shqiptarët për këta 15 vite. Ky është fakti kryesor që tregon realitetin se shqiptarët gjenden në këmbët e policisë maqedone. Edhe ne flasim këtu për dokument, për një letër zbrast, që realisht pra po them, na nxit t'i kujtojmë dhe t'i përmendim gjitha momentet se çka ka ndodhur në këto vite. Po ne e dim, do të thotë ne që e kena përvojën mbrapa, e dim se gjithë ky aktivitet është për ta mbulu dhe për të nxjerrë pa momente se BDI-ja pas ka bën për këta 15 vite, se përfaqësuesit e BDI-s qenë shumë të impenjum, shumë seriozisht qenë brengosën për situatën e shqiptarëve. Bile, që atë them, shumë keq që vjen kur i shohin shqiptarët. Kështu, burgosur, ndjekur, proceset montume, lagjet të tëra shkatruara, dvram, sakatosur, edhe vim këtu ne marim poza se kemi bën diçka për shqiptarët, po na mungon edhe pak diçka. E harrojnë faktet se prapë dal lideri i tyre shumë herë ka deklaruar se shqiptarët e Maqedonisë jetojnë më mirë se shqiptarët në Kosovë dhe Shqipëri, sepse e gëzojnë drejtën për gjuhë, e gëzojnë drejtën për punë dhe për jetë dinjitoze, sepse begatia e tyre është e pafund këtë vend. Nuk e di ku i ka pa këtë fakt. To janë deklarata, e citoj, deklarata tijaja. Komunë të Likovës, të Kumanovës, nuk e di. Tu në decentralizim parashijet edhe arsimi, parashijet edhe kultura, parashijen edhe momente tjera sportive, që për shqiptarët janë vetëm momente luksi, për them luksi se për një shoqëri demokratike, ata objektiva janë domosdoshme. Për them këtë për arsyeën e vetme sepse kur të mungon siguria, kur të mungon momenti për të bërë jetë normale, për mos me qenë ndjekur, për mos me qenë i atakum, këto qerat vinë gati asgjë nga të momenteve kryesore. Ne afrojmë fakte gjithherë, nuk flasim kot të me marë kohë, po flasim me momente caktume, flas për Kumanovën dhe Likovën. Kumanova i ka 3.000 nxënës shqiptar, i ka 3.000 nxënës Maqedon. Maqedonasit mësojnë 7 godina shkollore. 7 godina. Shqiptarët mësojnë 2 godina shkollore. Ky është diskriminim, ky është apartheid. Shqiptarët mësojnë me mbi 20 nxënës çdo paralele, Maqedon ka 20-22 dhe thuash se nuk është diskriminim. Thuash se është rregulluar shkollimi mesëm në Kumanovës, po flas për programet mësimore, për tekstet shkollore katastrofale, po flas për objekte, për godina.
1220 nxënës shqiptar në gjimnazin Sami Frashi, 1100 nxënës Goce Delqev, nxënës Maqedon. 44 paralele Maqedonas, 34 paralele shqiptar. Me 1200, me 100 nxënës më shumë, ata kanë 10 paralele Maqedonas më shumë se shqiptar. Edhe të heshtim, mos t'i themi këto gjëra. Të heshtim para faktit se fshati Slupçan i ka 5.000 banor dhe nuk ka shkollë ku mund gravitojnë nxënësit parashkollor aty. Edhe fëmija 6 vjet detirohet dhe obligohet t'i baj rrugë çdo ditë 3-4 kilometra pes, thyse po flas. 2 me një drejtim, 3 varësisht prej vendbanimit. Është një objekt shkollor i filluar vitin 2003-2004, ka mbet në shtylla. Ka mbet shtylla. Ndërsa këndej e shohim sa përkrasim. E shohim shkupin 2014. Janë miliona, miliard që harxohen. Ndërsa gje varet jeta, shëndeti një fëmije 5 vjeçar, 6 vjeçar, tu ndërtojmë godina, objekte, skulptura, ura, teleferik, muze, teatro, ballo e gjithçka. E po ki s'është apartheid, s'është diskriminim ki. Këtë nuk e shohim ne. Edhe s'duhet ta themi këtu. Edhe të bëhet relativizimi se na ka met edhe pak që aty, po do ta bëjmë edhe që ata do ta realizojnë. Kanë bë autostrada dhe janë të bë autostrada. Nuk e keni plan autostradë vendbanimet shqiptare e realizuar këto vite. Asnjë plan s'e ke. I ke pikat kufitare që lidhen me shtetet shqiptare. Asnjë rrugë nuk është autostradë. As që kanë ndërmend kjo qeveri dhe ju BDI t'i bani këto gjëra. Për t'u lidhë ekonomikisht, për t'u hap shtidje shqiptarëve për t'u lidhë me zvetë, për t'ja ban jetën, sepse dihet rrugët i sjellin edhe investime, i sjellin edhe afërsi, i sjellin begati vendit. A e keni bën këtë për 15 vite? A e keni plan me bën? Vazhdimisht do thotë, e keni ndërmend me bën këto gjëra. Krenaria e vetme për ju që vazhdimisht tentonin ndonjëherë thoni se e kena rrit përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në shtet, që është njëjtë kategori gjysore si ligji për gjuhën. Ligji për gjuhën shqipe. Është dashur të përmbyllet vitin 2004. Ktu për me edhe ligji për nënpunës shtetënor, edhe për nënpunës shtetënor në Republikën e Maqedonisë. Edhe këtu është debatu me ditë tëra kur asjella i ligj. Edhe tani propozim ndryshime, me forcë, me amandamente, e kemi zhagu, ndryshohet sepse është në esencë kundër interesave tona, kundër interesave qytetarëve shqiptarë. Ajo nuk është bën. A këtu e shohim si vlerë në këtë dokument, këtë pamflet, se kinse është sjell një moment i ri ku avancohet nënpunësi shqiptar, i garantohet barazia nënpunësi shqiptar. Mos flasim për përqindjen, për përqindjen adekuate, për përqindjen e drejtë dhe shqiptarëve. Vetëm të fakte që i kemi këtu për përqindjen e drejtë dalin prej advokatit popullit. Shumë herë kemi kërku prej zyrtarëve qeverisë që ata të na dalin dhe këta kërkime ose këta informata t'i grumbullojnë ata, jo advokati i popullit, se dihet advokati i popullit e ka të limitizuar dhe shumë institucione nuk i raportojnë. Te raporti i advokatit popullit nuk i shohim ndërmarrjet publike aty. Nuk e shohim me Leme, nuk e shohim me Epson, nuk e shohim me VN, nuk shohim edhe firma tjera private që ndoshta kanë obligim për shkak veprimtarive të tyre publike për të pas përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. E mos flasim për pozicionet e tjera në shtet, në institucione, ku krenohemi se kemi bën diçka. Asgjë.
kjo ka ndodhur për shkak 15 vite kanë shkuar edhe diçka do të bëhet. Në rast se janë punësu edhe në sektorin publik edhe privat, edhe shtetëror, 200.000 Maqedon shqiptar janë gjishta, le të jenë 2-3.000 dhe prej atyre janë 1.500 në sekretariatin për implementimin e marrëveshjes sore që rrinë në shtëpi, që shkelin mbi gjitha ligjet për nënpunës. Gjykatën kushtetuese kemi 26, Maqedon 3 shqiptar, Këshilli Gjyqësor 47, 6 shqiptar, Gjykata Supreme 76, 6 shqiptar, Avokati Shtetit 112 Maqedon 13 shqiptar. Ky është përfaqësimi në pushtetin gjyqësor, vetëm sa kam rrinë pak me nxjerr prej advokatit popullit. Pas 15 viteve pushtet BDI-s. Pas 15 viteve që na thonë ka BDI se i kemi sjellë lirinë shqiptarëve, drejtësi dhe barazi. Ky është përfaqësimi i drejtë. Mos flasim për momentin e përfaqësimit shqiptarëve në vendet udhëhece, zinxhirin udhëhec institucione. Aty është katastrofal. Ato shifra janë, çfarë them, janë gati tragjike për shqiptar, që sipas saj logjike dhe sipas saj pune që e ban BDI dhe qeveria duhen edhe hiç, pa fundësi. Kur nuk mirret pozicione. Për shkak se nëse punsohen 10 shqiptar këndej i shohim 100 Maqedon që punsohen dhe nuk do të realizohet kur përfaqësimi i drejtë në administratë shtetërore. To janë momente të e transishme për qytetarët. Mendoj se pas rastit Kumanovës, që është rasti më tragjik, rasti më i rëndë për shqiptarët, pas pluralizmit. Është momenti ku të gjithë shqiptarët e kanë fjalën të gjithë shqiptarët, pa dallim vendi, edhe ata të Shqipërisë, edhe ata të Kosovës, e kanë qartë pozicionin e shqiptarëve në Maqedoni. Ndodh në Kumanov, ndodh lagjen e trimave e quajtur prej shqiptarëve, ndërsa prej maqedonasëve quhet lagja e egër Divrena Selda, për vetëm arsye sepse ata shqiptarët i kanë trajtuar gjithmonë çështën. Filozofia, ideologjia e shtetit maqedon dhe ish sistemit jugosllav ka qenë kjo, se shqiptarët janë tegër, edhe atë lagje kanë trajtuar në këtë formë. Po edhe realisht ta shihesh gati ajo lagje e tillë ka qenë. Për shkak asnjë rrugë gati në brendshme nuk është asfaltuar, nuk ka ndriçim publik, mes qytetit mungon kanalizimi dhe ujësjellsi dhe si do ta quajsh në rishë atë lagje, përveç se lagje e egër. Edhe në ato lagje ku densia e shqiptarëve është enorme, ku jeta është si në shtetet e Afrikës, ngati. Na pas kanë ardhur terroristë, cilët nuk i dike lideri BDI-s, ai ka vitit 2001, ai ka e cila e solli Alin, u eliminu në këtë formë, u burgosën në këtë formë, u baltosët në umur digniteti i shqiptarëve. Prej Alis është kulmi i marrjes dignitetit, që mirët në këtë formë. Edhe pas gjitha këtinve ngjarjeve tjera që dalin shesh, se kush është figura e miti në thojza i Aliametit, që vjedh, që vret, që plaçkit shqiptarët, fëmijët guxim thirrët komiteti, halal ju koft. Për zot halal ju koft. Se ku e gjane këtë mbrendi, ku e gjane këtë guxim me i dalë shqiptarëve për para dhe me folë. Faleminderit.